Andaj që mbrëm edhe kur po shoh në vazhdimsi që në për studio ka filluar do të proklamohet në vazhdimsi që të ketë një gjuhë më të përmbajtur, uroj dhe shpresoj që në 10 kur është fushata zyrtare vërtet të jetë reale kjo dhe nuk të jetë do të thotë vetëm një deklaratë në për studio, por të tregohet një seriozitet se tek e fundit. Vendosja pas ka publikuar sloganin mos lësho pe. Uroj të mos lëshojmë pe. Siguri dhe begati. Siguri dhe begati. Dhe andaj në raport me formimin e institucioneve në pasgjidhje. Andaj kërkoj vërtet që mos ketë gjuhë polarizuese sepse tek e fundit gjitha subjektet politike duhet të garojnë me program dhe ide se si mund të ecin përpara dhe jo do të duke etiketuar, shantazhuar apo çdo formë tjetër çdo subjekt politik. Zonjën Kusari Lila sot dua ta pyes në fakt vetëm si kryetare të Alternativës, me që kemi këtu. Sigurisht që janë shumë tema, shumë gjëra, minutazh nuk mund të na lej, por un jashtëzakonisht kam kritikuar edhe Guxon, pa Alternativën që kur hynte në garë, do thotë me lëvizjen vetëvendosje, sikur humbte identitetin e tyre do thotë politik. Ju e tha që tashmë keni garuar të certifikuar në KQZ, por prapse mendoj se duke qenë do thotë shefi i grupit parlamentar për 4 vite ose 4 vite të sa do thotë, mendoj që nuk është e mjaftueshme të prezantohet Alternativa me sa kuptova, deri më tani me vetëm me 3 kandidatë. Ju thoni që është përfaqësim i mirë? Në numër. Në numër. Po mendon numër, po, numër e kam fjalën. Sepse për 4 vite ose 5, një mandat i plot, që rrallë ka ndodhur në qeverinë e Kosovës, mendoj që është dashur të ju si kryetare, po e them direkt, fokusohesh të gjesh do thotë njerëz të cilët do thotë mund të jenë bashkëpunëtor të tuaj dhe kur të kandidosh se sinqerisht unë mendoj se ato që jenë koalicion me lëvizjen vendosje, qëndrimet e tua ideologjike nuk janë shumë të ngjajshme. Andaj duhet të krijosh një identitet kur Kosova mund të ketë nevojë edhe për liberal të djathtë dhe qëndrime të djatha, jo aq shumë majtiste siç ka dhe lëvizja vendosje. Andaj sot mund të jap një kritikë ose sugjerim që mendoj që me 3 kandidatë për të cilët ju uroj suksese dhe uroj të fitoni mandatin për deputet në Kuvendin e Kosovës, nuk më duket e mjaftueshme duke ditur që lëvizja Guxo ose partia Guxo po thuajse të njëjtë, keni rrugtimin të përbashkët në subjektin e lëvizjes vendosje, ata gjithmonë kanë këtë komoditetin dhe hapësirën edhe për të fituar më shumë, do thotë deputet, por gjithashtu njëkohësisht edhe për të pasur edhe ministri ose pozita. Ministrit kur ndohen shpesh pushin si pazare politike, por unë mendoj që një subjekt politik në koalicion kur merr ministri është vetëm një mënyrë për treguar dhe suksesin, sepse kur den në garën tjetër, thotë që më vërtet mund të ketë dështuar një qeveri ose një bashkëkoalicion, por kur kam vazhduar punimin tim në këtë ministri ka pasur sukses ky dikaster. Andaj mendoj që inkuadrimi më shumë njerëzve profesionistëve të fushave të ndryshme brenda Alternativës do ishte një nga synimet e tua brenda këtij 4 vjeçare, por uroj si sugjerim do thot në vazhdimsi. Dua të pyes pyetje direkte në fakt si ka qëndruar Alternativa, the që po na shohin në petkun e lëvizjes vendosje, edhe unë ju shoh në petkun e lëvizjes vendosje, juve edhe Guxon. Sepse shpesh i kanë bërë pyetje edhe Guxos kur anor, si e shihni veten të kandidoni të vetëm? A mund ta kanoni progun? Besonëm që ka pas momente kanë hezituar përgjigjen, por kanë filluar ta pranojnë jo, ne nuk i kemi fuqinë politike të vetëm, po i kemi bashkarisht. Në qoftë se në studio këtu, gjithkohën po thuhet që të bën sa më pak parti, do thotë, unë jam për pluralizëm politik, sa më shumë parti, sepse nuk ja jep komoditetin dikujt të sillet arrogant me shumicën. Kur dikush po ka shumicën, po fillon një arrogancë politike për të cilën unë nuk jam dakord. Juve në zgjedhjet lokale, e di që keni garuar sepse është një mac i kohëve të fundit. Dua të bëj një pyetje direkte. Si ka qëndruar Alternativa në disa komuna si asamble keni kandiduar se si kryetar, më sa di jo, në ndonjë komunë, si ka qëndruar me vota që mund t'i quaj si vota të Alternativës? Po, faleminderit Arta, në fakt nëse gjatë gjithë kësaj kohe unë kam kërku falje partisë time për diçka, ka qenë për